Bashkia e Delvinës po merr të gjitha masat e nevojshme për të përballur me situatat e vështira që mund të paraqiten gjatë periudhës merreshje shiu. Autoritetet vendore janë angazhuar për të parandaluar përmbytjet dhe dëmet që mund të shkaktohen nga moti i keq. Sipas përgjegjësit e emergjencave civile Anefi Braho, janë marrë masat për mirëmbajtjen e kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë. Po ashtu një nga ndërhyrjet më të rëndësishme është ajo për sistemimin e lumit të Kalasës, i cili çdo vit paraqet vështirësi gjatë periudhës merreshje intensive. Tani ne për rreshjet si zakonisht ky proces vazhdon të mirëmbahen kanalet e kullimit. Jemi duke pastruar kanalet e kullimit. Kemi shpunuar pak a shumë në sistemimin e lumit të Kalasës, ku pritet akoma të sistemohet, se ka shumë problem lumi, që në momentet caktuara aja është mbi 250 metra kubi në sekond. Dhe shtrati i lumit pak a shumë është i shkatruar. Nga vetë ordinaturat që kanë 25 vjet pa vënë gjë në dorë në to, duhet bëhet një projekt pilot për sistemin e lumit të Kalasës. Ne kemi marrë masat tona me mjetin që kemi skrepin, vazhdon punon duke pastruar kanalet e kullimit, pikat e bashkimit në lumin e Kalasës janë këta mikrolumet e vegjël, që të jenë në gatishmëri me këto mundësi që kemi, por mbi të gjitha duhet një projekt pilot për sistemin e lumit të Kalasës. Megjithatë, sipas Brahos, lumi i Kalasës mbetet ende një pikë problematike dhe kërkon një investim më të madh në formën e një projekti pilot. Ajo është zona më problematika e Delvinës, se Delvina pak a shumë është teren malor dhe ujërat kullojnë për njëherë vend shtatë e lumit të Kalasës. Janë marrë veprat e artit, janë prish veprat e artit, që sistemojnë që kishin në komand lumin. Tani lumi vetëm nga të doj, sado që të punojmë ne të pastrojmë me mjetin që kemi me forcat e bashkisë, nuk kemi që bëjmë në momentet e caktuar lumit. Një zgjidhje e tillë do të mundësonte menaxhimin afatgjatë të situatës dhe shmangjen e dëmeve në çdo stin merreshje.